drejtësinë, duke goditur kë ka pasur oreks të godas dhe duke mbrojtur me shpatë kë ka dashur të mbrojë. Se këtu ka ndodhur, imagjino të ndodhte sot, imagjino sikur të ndodhte sot, që të mblidhej këtu poshtë dritares time një popull i tërë dhe nga kjo zyrë të jepej urdhri për të qelluar dhe të qelloheshin me plumba të vërtet, jo me plumba manovrash, po me plumba të vërtet, në mish njerëzit dhe të vdisnin, preshin paqe. 4 vetë, totalisht të pafajshëm, totalisht të parrezikshëm. Dhe prokurori, Spaku në këtë rast, po si ishte Spaku, po imagjino tani Spaku sot, të lëshonte urdhra arresti për një numër personash, përgjegjës për gjithë procesin e administrimit të protestës, dhe unë të jepja urdhër drejtorit përgjithshëm të policisë që t'i thoshte Spakut hec, nuk arrestohet askush. Pra, me forcën e policisë të merja në mbrojtje persona që i kërkon Spaku. E imagjinon do t'i këtë për shembull ndodhi sot. Po kjo ka ndodhur në Shqipëri, mor miku im, ka ndodhur në Shqipëri jo para 100 vjetësh, po ka ndodhur në Shqipëri shumë pak kohë më parë, përpara natyrisht se sa unë të vija këtu në këtë zyrë. Si shpjegohet kjo? Që tani duket kaq e pamundur. Kush e bëri këtë? Kush e bëri? Na ra nga qielli kjo? Na ra nga qielli apo e solli Amerika me aeroplan ose Europa me vapor? Këtë e bëri ky që shef këtu, bashkë me ata që shkruajtën reformën drejtësi dhe ata që e votuan reformën drejtësi me vullnet të plot, jo ata që erdhën zvarë për ta votuar, po ata që e votuan me vullnet të plot.